Gli sbagli fatti fino ad ora sono serviti solo a desiderarti ancora. Per questo ancora scrivo, anche se so che non vorrai leggere. Non voglio ammettere a me stesso quanto odio perdere, e mi ribello a questa triste fine. La mia coscienza maledetta ride mentre la guardo soffrire. Il tempo cura tutte le ferite, cancellerà le mie fatiche, le parole che non sono servite. Stanotte so che sarà difficile addormentarmi. Ho paura di trovarti nei miei sogni e risvegliarmi senza averti accanto, senza il tuo profumo, con quella voglia di sorridere anche se il mondo ci manda a fanculo. Io non ti cercherò, anche se sbaglierò, non lo farò. Forse un giorno me ne pentirò, questo non lo so, ma ora so che non si può tornare indietro ma guardare avanti. Sconfiggerò i fantasmi, io non ti cercherò, restiamo distanti. Senti il vento tra le dita, non voltarti, io sarò lì con te. E se provi a rischiare, questa notte la pioggia non ti vedrà. Attraverso questa strada, senti il vento, la forza ti aiuterà. Ora ascolta, non pensare, il mio respiro in te vivrà. Ho il vento tra le dita, i sogni in un cassetto, in mano una matita. Io te l'avevo detto, il futuro non parla ma cambia. Questo buio non vedo, mi strazia. Questa sera l'orizzonte è lontano, la tastiera che mi blocca la mano. Mentre guardo il mio oro che non luccica e trasformo il dolore in una musica. Una donna se la sogni non l'avrai mai. Voglio restare lontano dai guai, non averti vicino mi confonde. Il tempo piano scorre come questa lunga notte e intanto ti penso. Il soffitto sembra immenso, io che senza sono perso, i pianeti sono niente. Senza l'universo accettiamo l'amore che meritiamo, accendiamo il calore. Rinneghiamo il passato, facciamo la valigia e andiamo nel posto più lontano. Riempimi di attenzioni, ti prego, e correggi i miei errori. Troviamo soluzioni, proviamo un'altra volta, saranno giorni migliori. E non alternativa, non mi sei più vicina. Il letto è sempre vuoto e fuori già mattina. E mi dici che non provi emozioni, dove sono le tue cazzo di istruzioni? E per farti tornare fare di tutto, ma te non interessa. Ti penso sempre diversa, ma ho capito che non sei più la stessa. Senti il vento tra le dita, non voltarti, io sarò lì con te. E se provi... Mirë mbrëma të dashur miq, mirë se erdhët. Jemi në natën vonë, është e mërkurë dhe sot kemi filluar ndryshe. Kemi filluar me këngën më të re në tregun shqiptar, është një këngë italiane. Të tre djemt e talentuar që e këndojnë këtë këngë janë sot në studion time. Kënga titullohet Non ti cercherò, por nuk do të kërkoj, por ata në fakt unë do t'i pyes sot përveç të tjerash edhe çfarë kërkojnë nga publiku shqiptar. I prezantoj me njerë, është Simone Piliacelli. Sono ok con... Sei perfetta, Piliacelli è perfetto. Është balerin, ju besoj e njihni të gjithë nga edicionet e Dancing with the Stars. Këtë herë prezantohet për publikun shqiptar si këngëtar. Edhe bashkëpunëtorët e tij që janë reper në këtë këngë janë Alessio Perosini, mirëmbrëma Alessio, dhe Moreno Cardinali, mirëmbrëma Moreno. Pyetja ime parë është pse një këngë italiane për publikun shqiptar? Pse nuk provua ta bëni këtë gjë në Itali, por në Shqipëri? Perché intanto questo progetto che abbiamo voluto fare insieme è stato un progetto nato velocemente. In 3 settimane è stato composto il testo e l'arrangiamento da Alessio Moreno, è stato inciso, girato il videoclip e montato. Perché in Albania? L'Albania mi ha dato tantissimo. Në Shqipëri sepse ky vend më ka dhënë shumë në këto vite që kam qenë këtu. 3 anni fa sono arrivato. 3 vite më parë kam E ho ardhur. tantissimi amici che lavorano Kam shumë nel miq campo della që musica. punojnë në fushën e muzikës, si di kam E mi njohur. hanno aiutato a farlo uscire. Ata më kanë ndihmuar që Poi, të in dalë Albania dritë era uscita una mia ky canzone klip, precedente, pastaj në albanese, Shqipëri no? kishte dalë një tjetër E këngë perché ime, non far pa uscire kufi. la seconda Pse canzone të in mos dalë italiano? këngë e dytë në gjuhën italiane? Casomai la prossima italiano-albanese. Rastin ardhshëm ndoshta bëhet Però deri italisht dhe në è shqip. una passione quella del Por është një canto, della pasion musica, ai che con i të due kënduarit, amici sono së riuscito bashku me a dy realizzare miq, insieme. arrita të realizoj këtë, Në janë fakt, dy ata vëllezër janë për si mua. vëllezër, janë miq që kur kanë qenë të vegjël fare, edhe është normale që ky bashkëpunim të jetë shumë më shumë se ç'mund të ishte një bashkëpunim
midis 3 personave të tjerë që punojnë vetëm për një projekt apo vetëm për art. Ata shumë më tepër janë miq se sa bashkëpunëtor në këtë këngë. Për Simonen është më e thjeshtë të vi në Shqipëri. Për ju si është prezantimi me një projekt në Shqipëri? Allora, guarda, non voglio contraddirti. Sì, Nuk dua të kundërshtoj, për Simonin mund të jetë më thjesht në kuptimin që ai e ka njohur, është deshtë njohur në Shqipëri. Ne jemi kaq mirë këtu sa që tani jemi në habitatin ton natyral. Duhet të thënë e vërteta, na kanë pritur në një mënyrë vërtet speciale. Siç është speciale dhe kënga. Në kuptimin që është speciale, edhe sepse jemi tre vëllezër, ne e njohim shumë mirë njëri tjetrin, ishte shumë e thjeshtë të bënim një tekst që na përfaqëson që të tre. Pastaj kuptohet. Të gjithë janë lënë. Do t'u pyesë për këtë. E si soffre. E quindi grazie a questo noi ci sfogliamo con la musica e ne përgjigjem me muzikë ndaj. Alessio është kështu edhe për ty? Alessio, Sì, assolutamente condivido il pensiero che ha detto Moreno. Qui ci troviamo veramente bene, le persone sono fantastiche, sono bellissime e niente, veramente sono anche emozionato. Posso Simone? Io dalla prima volta che sono venuto in Albania, tornando in Italia e amici raccontavo realmente në Itali dhe u tregoj amiqve të mi si u ndjeva këtu, ata nuk më besonin. Adesso loro invece stanno vivendo ata po jetojnë atë që unë u tregova 2 vite rresht që jam i kënaqur, që ata po thonë një të njësi unë, tregojnë një të njësi unë, sepse njerëzit po sillen shumë mirë me ta, i mirëpresin. Nga ana tjetër e detit, duhet të shohin dhe italianët e tjerë atë që kemi parë ne. I media televisivi, anche giornali, mandano notizie. Televizionet dhe gazetat japin lajme sipas përqimit të tyre, por ne po japim. Kush ka qenë më skeptiku nga këta të dy kur ti tregoje për Shqipërinë në fillim, Moreno apo Alessio? Nessuno dei due. Nessuno dei due, gli altri. Gli altri amici. Gli altri amici, no, loro miq të tjerë, ata absolutisht jo. Ata më njohin dhe dinë dhe njohin gjithë jetën time, defektet e mia, të mirat e mia apo budalliqet që mund të kem bërë. Unë tregoja dhe u tregoj Tiranën, Shqipërinë, më thonë të tjerët nuk ishte mundur. Pse? Keni filluar të mësoni ndo pak shqip, ashtu si Simone? Apo është akoma e vështirë për ju? Allora, qualcosina piano piano, io tutti i giorni mi fa ripetizioni. Nga dal, përsëris mësimet me të, kur jemi së bashku ndoshta në taksi, makinë, kemi pak kohë të lirë, pasi kemi qenë të zënë të ditë, rifillojmë me numrat. Io so solo dire uno. Vetëm të them një. 2? Akoma të dyshi. 5. 3. Pastaj 3. No, ho imparato il perscendiete. Përshëndetje. Pure la pizza. Lo so, è molto difficile, però piano piano. Ishte vështirë, por dal nga dal do ta flasim në gjuhën tuaj. Shiko, unë dua t'ju pyes pak për këngën. Vorrei chiedervi Nuk do të të kërkoj. Sulla canzone. Është titulli i këngës. Pse nuk do të të kërkoj? Perché è una canzone che parla d'amore. Sepse është një këngë që flet për dashuri, për një dashuri që ka marrë fund. Për një djalë apo dhe kundërta një vajzë që tregon historinë e vet që ka jetuar me dikë tjetër. Kur ne ndahemi me dikë, ndahemi sepse ose sepse jemi treguar budallenja apo sepse ka probleme brenda çiftit, të gjithë kanë patur probleme. Në momentin që tjetri na braktis, burri apo femra, në shumicën e rasteve nuk arrin të kthehet pas, të kërkoj falje për shkak të nuk e merr më kur në telefon, por dashuria e vërtet nuk harohet kur dhe mbahet mend për gjithë jetën. Është një temë shumë e rëndësishme. Po, ju në fakt doni të ngrini mesazhin e të kërkuarit të dashurisë? Të ndjekurit të saj deri në fund? Është një pyetje edhe për ju të dy. Sì, guarda, io fortunatamente sono fidanzato. Fatmirësisht jam i lidhur me dikë. Da quasi 5 anni. Me dikë prej gati 5 vitesh dhe mund të them që gjëja më e bukur është kjo, që mund të ndodhë dikujt. C'è anche l'amore per
Ka dashuria ndryshme, ka dhe dashuri për gjëra materiale, por dashuria që mund të ndjesh për një njeri është unike, sepse njeriu, personi që ti do është unik. Nëse duam t'jap një mesazh të rinjve apo më pak të rinjve, io non cercherò un titolo di una canzone, ma voi continuate a cercare. Unë mund të them që ky është titull këngë, por ju vazhdoni të kërkoni dhe të luftoni për të gjetur dashurinë, ashtu siç bëj unë, dal nga dal. Lui è l'unico che è fidanzato ancora. Është i vetmi që është ende i fejuar, sepse ju të dy keni qenë të braktisur? Lasciati, sì, assolutamente sì. Lasciati. Si ka mundi, çfarë ka ndodhur? Io sempre lo stavo lasciando. Cosa è successo? Perché? Boh. Guarda, io sono stato la cattivo. volta che ho sofferto l'ultima una storia molto importante. Erën e fundit që vuajta pata një histori shumë të rëndësishme në Shqipëri dhe më lang këtu në Shqipëri. Devo dire che pensavo fosse Dhe mund të them që la donna della mia vita. mendoja se ishte vajza e jetës time. Poi alla fine Por në si è fund rivelato non essere così. doli që nuk ishte e Però tillë. sai, impara sempre a Por crescere queste cose. këto gjëra Il testo è molto basato të su mësojnë quella storia, shumë në Ah, jetë, okay. sepse teksti bazohet shumë në histori. A tani kuptova edhe pse ke ardhur në Shqipëri. Ora ho capito Ta perché sei prezantosh këtë Ma këngë. sai che a questa ragazza, a questa persona Kjo vajzë, ky mi ha fatto person i complimenti per il video, më ka përgëzuar për il videon messaggio per la canzone. dhe për mesazhin, Ho këngën. detto l'hai sentito? Ho detto te lo giuro. I thash, a e dëgjove me vëmendje tekstin? Perché parla da una Sepse persona che conosce molto flet bene. për një njeri të cilin ti e njeh shumë mirë. Çfarë tha? Ajo, cosa ha detto lei? La verità, Të vërtetën? non ha risposto. Nuk u Non përgjigj. ha risposto. Ma sai, si fa sentire spesso. Spesso lei Por- si fa sentire. Por Però ajo më la merr del shpesh në testo telefon. non ha risposto. Por atë pyetjen e tekstit për atë nuk u përgjigj. Shiko, ka një mentalitet tek femrat, në përgjithësi, femrat i shohin meshkujt si ata që vuajnë më pak në çift. La coppia. E non è vero. Sa e vërtetë është kjo? È vero? Assolutamente no. Sì. Sai, Forse è il contrario. Ndoshta është e kundërta. la donna ha un potere che è forte. Femra ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ti prende, riesce a girare Ajo così bene. të merr dhe të sjell vërdall kaq Riesce a mirë, ottenere da te sa që quello che vuole, merr nga ti atë con që una do facilità dhe me një estrema, lehtësi assoluta, ekstremisht ti manda via. Ti manda të via. lehtë dhe pastaj ajo E të la përcjell. donna fondamentalmente forse quella che soffre un po' meno. Ndoshta është vajza ajo që buan më pak, edhe sepse vajzat kanë një karakter më të Anche fortë. nella famiglia, Edhe në familje, figli e marito, moglie, ku ka një burr dhe një grua, zakonisht familjen e administron më tepër femra. Ajo ka pushtet mbi gjithçka. Ne jemi vetëm sopasalla. È romantico. Është romantik. Do të shkojmë me këngë. Dgjoj, Moreno, si ja ka arritur që të mbaj një marrëdhënie të tillë? Sa e vështirë është të gjesh balancën midis një mashkulli dhe një femre? Sot, kohët janë të vështira. Scusate, non ho capito. Continuare? Com'è? Ah. Allora, dovrei cominciare da Adamo ed Eva, no? Duhet ta nisë nga Adami dhe Eva. Proprio nel vero senso della parola, nel senso che la metà Në della part vita fjalës, ce n'è sepse una. gjysma Quando si e trova, mollës është si një che tër. solitamente si crede di aver trovato la persona, poi Ti fillimisht mendon se e ke gjetur gjysmën e duhur, pastaj bën krahasimin mes dy gjysmë mollëve dhe kupton që ndoshta nuk përputhen mirë. Kur molla përthu Është personi i dur, e la persona atëherë giusta. kuptohet. e questa è la risposta più giusta. Kjo është përgjigja më e dur. Kujdes sepse te molla e Adamit dhe Evës ka një gjarë për që Maligno. rrotullohet rreth saj. Është i Per keq. fortuna ci hanno messi Për fat lontani. të mirë na kanë vendosur larg njëri tjetrit. Si është pritur kënga këtu? Alessio, si është pritur kënga? La canzone qua, come l'hanno aspettato i ascoltatori? La canzone, come credi che l'hanno trovato gli ascoltatori, il pubblico? Allora, noi in questa canzone, diciamo, ci abbiamo messo tutto noi stessi. Ne kemi dhënë maksimumin tonë të këngë dhe Fino adesso è shpresojmë, andata kemi dhënë abbastanza veten bene. tonë, deri tani ka Speriamo qenë che mjaft mirë. continuerà ancora di più Presojmë që ad të avere il successo che fino a suksesi adesso të ha vi avuto. duke u rritur me kalimin e kohës. Dhe në fakt shqiptarët e pëlqejnë muzikën italiane. Ashtu si që ata dëgjojnë zakonisht muzikë italiane, mund të dëgjojnë fare mirë këtë këngë, mund ta kenë atë të pëlqyer. Sì. Ma
Magari, speriamo. Il riscontro che abbiamo avuto è un riscontro che personalmente non mi aspettavo. Qase që kemi patur, vërtet nuk e prisja një gjë të tillë. Per strada Madje njerëz në rrugë në ka rastisur edhe me Simonin se një. Ci fermano, ci fanno dei Njerëzit na ndalojnë dhe na bëjnë komplimentat e tyre, na thonë ju lumt keni prekur diçka nga unë. Kjo është diçka që jep kënaqësi, kjo jep shumë kënaqësi. E una cosa che mi ha veramente stupito è stato diçka që më befasoi vërtet ishte krahasimi që ka bërë një miku shqiptar. Ai na ka thënë, për ne shqiptarët, muzika italiane është siç është për ju muzika amerikane. Atje mbeta vërtet i befasuar dhe u kënaqa. I krahasim që më pëlqen. Pastaj dihet, Shqipëria dhe Italia janë kaq pranë njëri tjetrit. Pastaj shqiptarët e dinë mirë italishtën dhe kjo i lehtëson gjërat. Është si një gjuhë e dytë italishtja për shqiptarët e po kështu edhe kultura italiane bashkë me muzikën. Prandaj kam përshtypjen ka pasur sukses deri tani. Shkëputemi për pak publicitet, do të kthehemi më pas, sepse unë dua ta pyes Simonen për angazhimet e tij në muzikë si këngëtar, jo më si balerina, ashtu siç e njihni pas pak. Ne jemi rikthyer me Nonti Cercherò edhe tre djemt italian që këndojnë këtë këngë. Personalisht mendova me këngën e parë tënden në fillim që ky ishte një eksperiment, por më duket që ri mirë, Simone, edhe tek kënga. Është një talent që ti e ke ditur që përpara që e kisha? Po prisje momentit ta zbuloje? Mi è sempre piaciuto, sono cresciuto vedendo Fiorello. Gjithmonë më ka pëlqyer dhe jam rritur duke parë Fiorellon, që është një njeri i spektaklit. Ai nuk flet shumë, lëviz, prezanton, këndon. Però credevo che non potessi cantare. Mendoja se nuk do të mund të këndoja. Kur më dha mundësia këtu, për të parë në jetën time, më mbyllën në një studio regjistrimi. Tash, më thanë të mësoja një tekst shqip, e regjistrova, më ndihmuan, dhe pastaj parë që doli shumë bukur, ti shpreh emocione në një tjetër mënyrë. Ajo çka ti ndjen e shpreh. Shiko, kur kërcen e bën me trup, pastaj kjo është një gjë totalisht tjetër, sepse me zërin ndjen emocionat. Është shumë e vështirë. Shiko, kënga e parë ishte në shqip dhe diksioni ishte pak i vështirë. Njerëzit në YouTube thoshin që zëri nuk mund të jetë i tij. Por sepse më kanë parë kërcej, por zëri ishte i gjithë imi. Tani dhe kënga në italisht. Mua më pëlqen kjo gjë. Jam i vogël tani dhe dua që dua që më vonë ndoshta të mos bëhem showman, por të bëj gjithçka që është art. Më pëlqen televizioni, spektakli, dua të transmetoj emocionet, përcjell emocionet. Me këtë këngë kuptova se të kënduarit më pëlqen. Përcimi dhe kënga së bashku është një magji e jashtëzakonshme. Non manca niente per essere un showman. Funksionon grupi? E mendoni të gjatë jetën e grupit? Ju të dy, Simone? Allora, se Simone continua a romperci le scatole così, penso che tu do të çojnë çmendin. Lui ha dei tenori di vita molto veloci. Ai ka ritme jete shumë të shpejta. Noi siamo l'esatto opposto proprio. Ne jemi e kundërta, plotësisht e kundërta e tij. Dovremmo essere rapper, quindi ne jemi rapist. Le stessa velocità. In realtà noi siamo molto. Duhet kemi dhe ne ditën shpejtësi. Dormiamo di più, facciamo più la vita un po' più. Por ne e marrim jetën me pak më shumë qetësi. Por grupi është mirë. Po e cili mirë. Siç e tha Simone, jemi vëllezër. Ka vetëm një problem. Stanno sempre in ritardo. Ata vonojnë gjithmonë. Allora, io la mattina mi sveglio prestissimo. Unë në mëngjes zgjohem shpejt, bëj gjithçka shpejt, nxitoj, ata zgjohen. Shiko, Simone besoj këtë korrektesën e ka nga disiplina e baletit, nga disiplina e të kërcyerit. Le botte che ci hanno dato ballando. Nga goditjet që na kemi marrë kur kërcenim. Prandaj nuk mund ta pretendoj këtë gjë edhe nga miqtë vet rapper, po.
Shiko, Goxha tipa apo jo? Unë dua t'ju pyes, a ka vend në tregun muzikor për grupe të reja, për këngëtar të rinj? Si është tregu? Sa i egër është ai? È facile o difficile? Facile non è. Però sono sicuro che con la volontà, con la determinazione... Por them se me vullnetin e dur dhe besimin e dur mund të arrijë lart. Çfarë duhet kesh për të bërë sukses? Devi essere unico. Devi essere unico nello stile, ti jesh unik në stil, presentarti, në mënyrën se i prezantohesh, të dish të shesësh veten. Kjo është më e rëndësishme, të dish të shesësh veten. Si sentono molti cantanti, tu hai fatto una domanda. Per sa i përket stilit, ka shumë këngëtar të ngjashëm, ti bën një pyetje shumë të zgjuar. Che cosa serve e ti the çfarë duhet. Dhe nëse është e lehtë apo vështirë. È molto più facile di quello che si pensa. Ndoshta është më e thjeshtë nga ajo që mund të mendohet. Duhet të besosh te kjo, të vazhdosh dhe të mos ndalesh përpara vështirësive. Kur? Se è una cosa ce l'hai dentro, tirala fuori. Diçka e ke brenda vetes, do ta nxjerrësh jashtë dal nga dal dhe do të marrësh. Je gatshëm, Simone, të luftosh për grupin, për të pasur vend në tregun muzikor? Sì, ma no, a prescindere con il gruppo, ma più che nella musica. Por më shumë në muzikë, secili nga ne, dhe unë flas shpesh për të rinjt, sepse e ardhmja e çdo kombi janë të rinjt që janë pjesë e tij, duhet luftojmë për të gjetur një vend në jetë. Sepse sot, ditë e sotme nuk është e thjeshtë. Me kohët, me diçka po ndodh në gjithë botën, duhet të impenjohemi për të mos dorëzuar me vështirësive të para. Të rinjt e sotëm shpesh të rinj janë pas kur hasin vështirësi. Nuk kanë shumë dëshirë. Nëse ke beson të diçka, duhet ta bësh objektiv dhe të besosh deri në fund. Tani për ne është muzika, por edhe në jetë ne duhet të përpiqemi të bëjmë të njëjtin gjë, të gjithë, sepse ne të rinjt jemi ardhmja e kombeve tona. Çdo komb qoftë. Ne vim nga Italia këtu. Ndodhe e kundërta. Duhet të besojmë tek diçka. Ndonjëherë të mungon ajo dëshira për të besuar vërtet te diçka. Të rinjt në Shqipëri vuajnë nga kjo gjë. A vuajnë të rinjt edhe në Itali nga ky orientimi se ku duhet shkojnë, çfarë duhet bëjnë me jetën e tyre? Devono andare dove o cosa devono fare. Soffrono l'orientamento. I giovani italiani? Sì, ok. Lo soffrono come lo soffrono un po', diciamo, nella maggior parte delle persone, delle nazioni. Pjesa më e madhe e kombeve, personave në Itali, tu është kujtojnë rëndësi ka që objektivi të jetë i qartë. Seguire degli step, të ndjekësh hapa, sepse çdo objektiv duhet të jetë i arritshëm. E step per step, hapa sapi, ngjitesh lart. Questo è un consiglio. Comunque kjo është një këshill, po. Che mi hai detto è così. Po, kështu është, edhe në Itali. Vlen për të rinjt kudo që ndodhen. Megjithatë duhet këmbgulje, më thoni, duhet këmbgulje për të arritur në art edhe në muzikë përpara. Po besoj duhen edhe para, një videoklip kushton. Muzika është një treg arti, po ashtu është edhe një biznes. Assolutamente. Però, sai, noi non siamo stati prodotti da nessuno. Ne nuk na ka prodhuar kush. Ne nuk kemi pas vetës një shtëpi diskografike, jemi 3 djemë, normal, 24, 25 dhe 26 vjeçar. Kemi prodhuar gjithçka vetë, tekstin, base musicale, bazë muzikore, e il videoclip abbiamo chiamato dhe për videoklipin thirrëm një regjisor me origjinë japoneze, ka moshën tonë shumë i ri, shumë i zoti. Kjo sepse është më mirë dhe është e drejtë të jepen meritat të rinjve që kanë talent dhe bëjnë diçka të tillë. Nuk mund t'i thoshim që qëndro aty sepse i vogël, nëse ke talent dhe pikë. Le nostre spese non sono neanche paragonabili shpenzimet tona nuk krahasohen. Alle spese che uno affronta andando a fare un altro tipo di videoclip. Nëse dikush me shpenzimet që dikush bën për të bërë një tjetër tip kënge apo videoklip. Baza e kësaj kënge është kompozuar në kompjuterin e shtëpisë. Jo në një studio regjistrimi. E aver ricevuto complimenti per questo. Questa è una base. E bukur është që morëm komplimente. Che è un autodidatta. Ai është autodidakt. Che l'ha fatto dentro casa in camera sua. E bëri në dhomën e tij, në shtëpinë e tij.
se uno vuole fare una cosa, nëse dikush kërkon të bëjë diçka, e bën. paragonabile ai prodotti che ci stanno adesso in giro. Dhe ky produkt krahasohet me ato që janë në treg momentalisht. Ci vuole la voglia di fare. Megjithëse është bërë me pak para, megjithëse është bërë me kontributin vetëm të 3 çunave dhe të një regjizori tjetër. Shumë pak para, ua garantoj. Sa e vështirë është futesh në treg pa dikë që të hedhi në treg, pa dikë që të mbështesi? Nel mondo della musica senza l'aiuto di qualcuno che ti butti dentro questo mondo. Qui entriamo in un discorso un po' particolare. Tu hym në një bisedë paksa të veçantë. Io sono un po' un anticonformista. Unë jam pak antikonformist. Non voglio un aiuto e non credo un Nuk dua ndihmë dhe nuk kërkoj ndihmë. Raggiungere un obiettivo di cui parlavo poi poco fa. Kur po flisja për të arritur obiektiva, i vetëm kjo është një kënaqësi më vetë, është një kënaqësi e vërtetë. Soprattutto per far vedere alle persone che credono in te, mbi gjitha për t'u treguar njerëzve që besojnë apo nuk besojnë tek ti se sa vlen. E quindi ti dico che Ndaj po them, secondo me sipas chi è bravo, chi ai që është i Zoti dhe beson vetvete, ai që e di që është i aftë, può andare avanti tranquillamente mund senza të chiedere nessun aiuto, ecë pa kërkuar asnjë ndihmë, senza scendere a compromessi. pa bërë kompromisa. A do t'ishte po njësoj kaq e thjeshtë të nxirje një këngë Sarebbe lo stesso, në così tregun muzikor semplice edhe në Itali, anche siç in ka Italia, qenë në Shqipëri? far uscire una canzone come è stato facile qui in Albania? È complicato come ho detto prima, però Është e komplikuar, e vështirë, si më thash më parë, por magari dal nga dal, speriamo che esce fuori qualcosa, magari. ndoshta do të arrim diçka. È complicato da tutte le parti, ma in Italia Është ndërlikuar kudo në botë, por në Itali më shumë. molto, ma molto. Sepse atje gjërat janë shumë më të mbyllura, hapësirat janë më të pakta. Deve una casa discografica alle spalle. Però qual è? Nëse ke një shtëpi diskografike me vete, është ndryshe. La sfida è Sfida është. dobbiamo fare in onda in Albania una canzone in italiano. Transmetoj në Shqipëri një këngë në gjuhën italiane, Dunque përgjithsisht verrà italisht. ascoltata, verrà Do vista, të saranno dëgjohet, do commenti të positivi e shikohet, commenti do të negativi. ketë komente pozitive dhe negative. Questa canzone, Por kjo këngë, sono sicuro che con le dhe jemi nostre sigurt forze që me forcat tona do t'ja sarà dalim, pubblicata pure in Italia. do të dalë në tregën Vorrà muzikor të questa Italisë. stessa con questo video, poi dopo E njëjta me këtë video, faremo un po' di ndoshta tempo, pas pak mund ta pas pak orësh do ta ndryshojmë, sepse con forza. 6-7 nëse mesi, un nëse anno, ushtrojmë un anno e mezzo. forcë Poi pas quando verrà 70 lanciata vitesh, in Italia, muajsh, è il merito dell'Albania. Nëse E mi vergogno a dirlo. në momentin që do të lançohet në Itali do të jetë merit e Shqipërisë. In Italia non te lo fanno fare. Atë që kemi patur mundësi të bëjmë këtu në Itali nuk japin mundësinë ta bëjmë. Dove qualcuno può ascoltare queste cose. È quella che torniamo al discorso che i giovani I rikthehemi sono ascoltati e diskutimit gli që viene dato të rinjt zakonisht nuk dëgjojnë me vëmendjen e dur dhe nuk marrin hapësirat e dur. spazio. Una cosa E keni provuar në Itali, për para se të vini në Shqipëri, e keni provuar në Itali ta fusni këngën në tregun muzikor? Ci avete provato in Italia a inserire questa canzone nel... Allora, per il momento no, perché comunque siamo rispettosi, Për momentin jo, soprattutto abbiamo rispetto per l'Albania. sepse kemi respekt për Shqipërinë që i dha suksesin Simones, Io meqense adesso e Simone siamo un unico gruppo, ne jemi një grup i vetëm. tutto in questa canzone. Devo Ne dire kemi che bërë per të il këngë, momento, themi që për per il momentin rispetto che për dovevamo respektin portare all'Albania l'abbiamo lanciata ndaj solo Shqipërisë esclusivamente qua. e In lançuam Italia këtu ovviamente già vetëm dire këtu dhe grazie a YouTube che è ekskluzivisht. internazionale. Në Itali mund shihet, Ancora non abbiamo neanche provato. por nuk kemi tentuar ta Anche se non so ta se lanciojmë në posso Itali. fare un attimo Sì. un'esclusiva. Edhe nëse Nel senso che mundem të jap një lajm qualcuno già ekskluziv. ha cominciato a contattarci. Dikush ka filluar na kontaktoj nga Italia. Però qui anche la correttezza di Simone ha detto Tu- aspettiamo le proposte Me korrektësinë e dell'Albania Simones, e poi valutiamo le proposte ai dell'Italia. tha që të presim propozimet nga Shqipëria, pastaj rispetto. për respekt. E sono contento che ha detto questa cosa lui, perché dopo sembra, dice che a volte uno... Më vjen mirë no? që e tha këtë gjë ai, pasi vuole nuk doja të rispetto. thosha vetë. Cioè, a oggi no. A oggi no. Come ad esempio, Sot nuk bëhet kjo gjë. anche altri canali di musica volevano mandarla in onda. Edhe kanalet tjerë muzikor donin të transmetonin këtu në Shqipëri. Al canale che la sta mandando in onda, che è BBF, no? Por ne ja dham ekskluzivitetin BBF-s. Ce l'avrà BBF perché è giusto che sia così. E transmeton ai kanal sepse është e drejtë jetë kështu. Arriva. Nuk më intereson sa para do të vinë më tepër. Questo progetto comunque sia Ne gjithsesi continuiamo ad andare avanti. jemi të kënaqur nga ky projekt dhe do të vazhdojmë të ecim përpara. Poi c'è sempre comunque sia Barbara D'Urso che Pastaj është tezja Barbara D'Urso. su sta testa che c'è. E
probabilmente poi domenica live più in là quando Pastaj sarà ndoshta ospitata të dielën live, anche perché quando ci sto andando ndoshta do të na marr, do të na ftojnë në emisionin e saj. lei è poi stata in Albania Ajo ka qenë në Shqipëri. e dunque ha capito anche com'è la situazione e Kuptoi si është gjendja këtu, si është gjendur dhe ajo. ricorda intanto dei ballant di Dancing with the Stars Ajo kujton pas here gjithçka mbi Dancing with the Stars në Shqipëri. Dhe këtu ka një gjë të rëndësishme, poco tempo fa sepse deri pak kohë më parë Shqipëria così come sta cominciando ad essere vista. nuk shihej siç po shihet tani në Itali. E prima la gente conosceva solamente grazie a Maria De Filippi amici. Njerëzit më parë njënin Klejdin, andetën Leonin fal emisionit Amici, por tjerët jo. E invece adesso no. E Por noi tani dobbiamo jo. al contrario. Chi Ne adesso duhet bëjmë të kundërtën. deve andare dall'altra parte a Ata që tani e njohin Shqipërinë, italianë që njohin Shqipërinë, duhet shkojnë andej dhe të tregojnë Shqipërinë. Madje të vinë edhe të provojnë suksesin në Shqipëri. Do të qëndroni shumë në Shqipëri për të ndjekur suksesin e këngës, apo do ta ndiqni atë në distancë? Si e keni menduar? Per adesso rimaniamo fino a domenica. Për momentin do të qëndrojmë deri dielën. Vediamo un attimo poi come si sviluppa la situazione. Pastaj do shohim si do të shkojnë gjërat, si do zhvillohet kjo situatë. Ma torneremo sicuramente. Por do të rikthehemi Nuk e patjetër. vënë dyshim. No, veramente perché il motto caffè sigaretta, caffè sigaretta. Por padyshim këtu Po, kafe cigare. Caffè sigaretta. Noi stiamo tutto il giorno. Ju pëlqen. Të Dalla pumbën. vita. Ju pëlqen. Bar, Vi piace questa cosa? ristorante. Gjithë ditën bar, Ma noi non restorant, torniamo più in Italia. ne themi më në Itali. Edhe në fakt, në qoftë se do të kishit një propozim për në një projekt muzikor në Shqipëri, do ta linit Italinë për të qëndruar në Shqipëri? In Albania se viene una proposta per un progetto musicale. Insomma, aspettiamo che ci fanno una proposta. Ne presim një propozim dhe pastaj shohim. Perché comunque non ci tiriamo indietro. Nuk do Tiriamo indietro. nuk do të dorëzohem. Io l'ho fatto, quello che tu hai detto, e non tornerei indietro mai. Unë nuk do të thesha kur pas Io il secondo anno sono stato 11 mesi, alla seconda edizione del në edicionin e dytë të Dancing qëndrova 11 muaj këtu pa u kthyer kur në Itali pa e parë familjen time. Madje vinë ata këtu sepse l'Albania l'ho portati al sud. madje e njohin mirë Shqipërinë, i çova në Po ti ishe i jug, në dashuruar, Korçë. kishte dhe arsye që të qëndroje Ma tu eri palë. innamorato. Tutto mi ha dato. No, aspetta, no, Prit një moment. a Nuk prescindere se, lidhet vabbè, me këtë. ciao, ma infatti alla fine non c'è più, è rimasta dall'Albania, però lei deve andare. Por ajo iku. Unë ju uroj shumë sukses, edhe uroj që t'ju kem prapë në studio Ja, succes. për të pritur suksesin e radhës për këtë këngë, apo edhe për ndonjë prodhim tjetër që mund të vi nga grupi juaj. Edhe ju besoj e dini tashmë që në Shqipëri jeni shumë të mirë pritur, në të gjitha drejtimet. Grazie e Grazie complimenti per il programma. Faleminderit La dhe più bella intervista da komplimenta për quando programin. sono arrivato a Ishte Faleminderit intervista më e shumë. bukur Non që la vedo kam da bërë. altre parti. Nuk e kam thënë askund tjetër. Mund të vini sa herë të doni, sa herë që t'jeni në Tiranë, mund Sjeti diskutojmë edhe benvenuti. tema tjera mbase, jo vetëm Forse per për muzikën, mund altre diskutojmë cose, për per trin, parlare di mund altre diskutojmë cose. për artin. Grazie. Faleminderit që Grazie, ishit. altre cose. Ne do të shkëputemi vetëm pak një trailer i shkurtër e do të presim të tjerë artistë. Ata janë regjisor, aktor, do të bënë një shfaqje të guximshme, shumë interesante, megjithëse ajo është një komedi në teatrin e Fierit, për çfarë bëhet fjalë pas pak. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is
for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Ne jemi rikthyer, në fakt kemi pasur mundësi edhe dëshirë që her pas here të flasim të mërkurave në natën vonë për teatrin, shpesh herë kemi ftuar regjizor, aktor, ata krahas projekteve kanë shprehur edhe shqetësimet e tyre për gjërat që nuk shkojnë në teatr, për mënyrën se si duhet të rigjallëruar teatri, por krahas problemeve, jeta teatrore vazhdon. Edhe kur flasim për shfaqje që vendosen në mënyrë të suksesshme, edhe që kanë kast aktorësh edhe regjizorësh edhe vepra me të vërtet brillante, në teatro si ai i Fierit, i Durrësit apo i Korçës, ne kuptojmë që pavarësisht problemeve dhe gjërave që nuk shkojnë, artistët e bëjnë punën e tyre dhe e bëjnë punën e tyre me shumë pasion. Kështu e bën edhe regjizori Met Xhelili, edhe dy nga aktorët e trupës që ne kemi ftuar, që shumë shpejt do të vendosin në teatrin e Fierit, komedin me titullin Incidenti, që nga titulli është shumë intriguese. Shkurtimisht, do doja zoti Xhelili të më përshkruanit për çfarë bëhet fjalë, ndërkohë që unë prezantoj dy nga aktoret, është Eglantina Cenomeri, ka ardhur edhe njërë tjetër në natën vonë, për një tjetër projekt që ishte kinematografik, këtë herë do flasim për teatr, vjen si aktore e Incidentit, dhe njëkohësisht Dorina Caushi, edhe ajo është aktore, po në Incidentin për cilin do të flasim. Zoti Xhelili është regjizori i veprës. Në radhë parë duhet të bëj një parantezë, padyshim që përveç ne të treve, këtu sonte në këtë studio, meritonin të ftoheshin edhe gjithë trupa e aktorve të kësaj pjese, të kësaj komedie, e cila është me të vërtet një trup mjaft interesante, shumë simpatike, me aktor mjaft të, si thuash, me emër në qytetin e Fierit edhe më gjerë, me emra të tillë si Muzafer Ziflaj, Astrid Asani, Klajdi Marku, Fatmir Xhelili, Gosa Mëndimoni, Miola Sitaj, Brikena Sinanaj, Roland Saro, Dori që është këtu, Ateme Rushdia, edhe Brikena Sinanaj, se kam dhe unë listën e aktorve. Kjo është e rëndësishme të thuhet, pra pjesa është me shumë personazhe, ashtu që si që pëlqej në fakt publiku, sepse publiku do të shikojë sa më shumë karaktere, sa më shumë personazhe në skenë, ato pëlqen më shumë, pra pjesa është e tillë, nuk është me pak aktor, me kaq pak aktor që janë. Që do të thotë ngjarja ka shumë aksion brenda. Ka shumë aksion, ka shumë veprim, ka shumë papritura, ka shumë intrigë interesante, ka shumë detaje, ka shumë karaktere, ka shumë të gjitha gjërat i ka me shumë. Dhe ne jemi të lumtur të prezantove që së shpejti do të jetë, por faktikisht shfaqja ka filluar të shfaqet në qytetin e Fierit. Ka filluar kur? Ka qenë një rrethan pak e keqe sepse ato ditët e premierës ndodhin fatkeqësi në qytetin e Fierit dhe që ku ishte implikuar edhe teatri. Dhe u ndërpret, do më ushtu një ditë premiera dhe në një lloj mënyre shfaqja u fokusua nga vëmendja e medias edhe e publikut. Nata e parë dhe e dytë e shfaqjes ka pasur një lloj ngërçi për shkak të kësaj situate, por ne padyshim shpresojmë që këtë javë vërtet do të ndodh pikërisht premiera do të ndodh këtë javë dhe publiku do të rigjallërohet dhe shfaqja do të vi më me forcë se çka ardhur. Është një komedi që do t'i ftoj të gjithë dhe të qeshni edhe të gëzoni jetën. Të gëzoni jetën, pra është një komedi gazmore, një komedi brillante, një komedi ku nëpërmjet një gjetje mjaft të veçantë, mjaft të interesante, siç e thatë edhe ju, pak të guximshme, në dukje disi banale, por në fakt komedia
është vënja ime, ose unë të pak në kam pasur synimin të vënë një vënje vërtet me shumë humor, me shumë të papritura, me shumë gaz, por në mënyrë shumë të kulturuar, shumë qytetare, me mesazhe shumë pozitive për publikun mjaft simpatik fjerak, i cili e meriton vërtet do mund t'i servirësh gjëra të mira. Tashin, po ti do detaje, do mund lidhje me... Absolutisht dua detaje të komedisë, dua detaje të historisë, ose të paktën jo të gjitha, po ato që mund ta intrigojnë publikun, që të kuptoj. Incidenti është pak si termironda, thua çfarë po ndodh. Ndërkohë që kur i thua është një komedi, duan të dinë çfarë incidenti komik është ky që në bazë të cilit zhvillohen ngjarjet. Ne në fakt do donim që t'ja lini surprizë publikut vinë ta shifte ta zbulonte incidentin, se është më mirë. Megjithatë ne nuk mund të rrim pa e thënë. Kjo komedi në radhë parë duhet thënë është shkruar nga një autor shumë i njohur i kontemporan, bashkohor italian, një komediograf shumë i suksesshëm, i cili quhet Luigi Lunari, që është një emër shumë i madh në teatrin italian, por ka pasur në krimtarinë e tij disa adaptime nga vepra të tjera. Dhe kjo pjesa është adaptim nga një vepër shumë e njohur e një komediografi gjerman që titullohet Të Mbathurat. Këto janë Të Mbathurat, shu titullohet. Qelsi i incidentit? Shiko, mund t'jetë qelsi i vëmendjes publike, kupton, po qelsi i incidentit janë pikërisht ato. Pra veprat i të mbathurat, të lintat, mbathjet, të gjitha sinonimet që mund të shoqërohen, të brëndshmet, të poshmet, se i kemi përdorur të gjitha në komedi. Ose rroba e pa shpirt. Po, në një moment, pa kjo rroba e pa shpirt, do gjë e pa shpirt që të ra. Pra, në një përurim të një dege banket, bëhet fjalë për disa bankerë, do më thënë që janë personazhet kryesore, grua se një impulsi të vogël, pa dashje, do më thënë i këputet lastiku. Do në është një incident ekstremisht i pafajshëm. Do më thënë totalisht i kujdesshëm ajo femra, i këputen dhe i bien të brëndshme, të linta. Edhe ajo në fakt me një delikates tronditse për gjitha ata që kanë parë, i ka marrë me një kujdes të jashtëzakonshëm, pa u ndjerë, në mënyrë shumë diplomatike, si thot një personazh tjetër se i përshkruan ato, i ka marrë me një dorë, ka hapur zinxhirin e çantës, me dorën tjetër, tash i ka futur pa u ndjerë në çantë. U zhduk. Do më thënë çdo gjurmë e incidentit. Ndodhi apo s'ndodhi? Pra nuk dihet nëse ndodhi apo s'ndodhi. Ky incident. Faktikisht e kanë parë të gjithë. Por, pritani. Pse ma është... Se po bëm teatr, s'kemi profesioni. Në fakt, buri saj, që është një në punë si vogël, pak servil, karieriste, jo shumë i zoti në punë, por që ka marifete për të bërë karierë, është jashtëzakonisht i tronditur. I ka ndodhur ngjarja më të mërshme në jetën e tij. Do më thënë i ka rënë bora në tokë, mori fund, tërmet, gjithçka e tjera, e vonë edhe vjeni, thot i fletë sa gruas, më kupton ti e shkatërimi e dëstime, ti që dikur ke qenë dashuria ime, më shkatërove. Por në fakt, komedia zhvillohet totalisht ndryshe. Ajo thot që nuk e ka parë pothuajse askush, në fakt e kam parë të gjithë. E kanë parë të gjithë. Sepse si zhduket qendra, domethënë komedia mbase këtë e thot indirekt, qendra e vëmendjes të gjithë meshkujve, po jo vetëm të meshkujve, si zhduket është pikërisht ajo qendra e botës aty, e kupton, e femrës. Pra në një mënyrë ai incidenti komik si thuash simbolizon femrën, sepse ka brenda forcën intriguese, tërheqëse, pra gjithë meshkujt që e kanë parë aty, duke filluar nga drejtori i bankës, nga presidenti i bankës, nga i biri i drejtorit të bankës, edhe nga Peshkopi, i cili në fakt nuk është personazh këtu, po ai autori e fut me ironi. Të gjithë e kanë parë incidentin, kanë parë mënyrën brillante që se si kjo e ka menaxhuar atë incident, dhe të gjithë bien në dashuri me këtë grua. Dhe burrit, jo vetëm që nuk i shkatërrohet bota, po përkundrazi merrin një shtypje. Eglantina, pse ajo mendon që nuk e ka parë dikush? Nuk është e vetëdijshme për të qenë në qendër të vëmendjes? Ndoshta dhe kjo është intriga e vetë autorit, kupton? Dhe kjo tregohet pastaj me gjithë reaksionin zinxhir që
Se po t'ishte e vërtet, ose mos kisha asnjë lloj dyshimi me këtë thjesht fjalin që kjo thot nuk do kisha kuptim vepra pastaj. Kupton këtu pastaj me atë që thot që nuk e vuri re thuajse askush, pastaj vihet në dyshim që e ka vënë re apo nuk e kanë vënë. Kush e ka vënë re? Kush e ka vënë re, kupton? Ndoshta edhe kjo mund ta di, kupton, por thot po kjo nuk zbulohet gjithsesi, tregohet. Po kam përshtypjen që është një pjesë që në çdo moment gjatë aksionit ka të qeshura dhe stimulon të qeshura për shkak të rrethanave që krijohen aty. Publiku i Fierit e ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Ne kemi dhënë 2 shfaqje, pra premierën e kemi pasur të shtunën. Vazhdojmë edhe këtë javë, të enjte, të premte, të shtunë dhe të diel. Kemi pasur urime nga më të sinqertat për këtë lloj komedie. Dhe kjo është zotësia e regjizorit që ka përzgjedhur një pjesë të tillë edhe e trupës, edhe e teatrit Bylis që me të gjithë komponentët jemi munduar të bëjmë një shfaqje dinjitoze, të përfaqësohemi sa më mirë, duke sjellë një komedi të këndshme, të rehatshme, pa banalitete. Pa banalitete. Është shumë e vështirë t'i bësh njerëzit të qeshin, sidomos kur ti nuk mundohesh ta bësh këtë qëllim në vetvete duke përdorur dhe banalitetin. Ka shumë surprizat. Ka shumë surpriza. Sa e vështirë është t'i bësh njerëzit të qeshin me komedi dhe sa e vështirë është të përzgjedhësh atë komedi që mbetet dinjitoze, lë dhe mesazhe. Pas pak minutash publicitet. Dhe në kështu zhvillohet e gjithë komedia. Ndodha incidenti, bien të mbathurat gruas njërit prej personazheve, që është një bankier i rëndësishëm, ai që na shpjegoi pak përpara zotit Xhelili, dhe më pas të gjithë presin atë momentin se mos kjo gjë ndodh prapë, sepse mund të kenë qenë të pavëmendshëm. Po është e vështirë t'i bësh njerëzit për të qeshur me ironi kaq të hollë. Sa e vështirë është ta përzgjidhje këtë tekst? Shiko, sa e ma bëjnë të pyetje, mua më kujtohet një thënie proverbiale që është qeshu palaço qeshu, se zemra po të përcet. Është jashtëzakonisht e vështirë të bësh komedi. Dhe këtë nuk është puna se e them vetëm unë, po të gjithë regjizorët dhe artistët që punojnë me komedi, në fakt puna kalon nëpërmjet një procesi jashtëzakonisht serioz. Domethënë sepse duhet të jesh shumë serioz në punë që të zbulosh komedinë. Pra nuk është e kollajshme. Megjithatë, nuk mund ta mohojmë dhe në këtë rast edhe e falenderoj pavarësisht se ne kemi pasur lidhje, por nuk kishim mundësi do ta ftonim për shkak të problemeve të shumta financiare, autorin, Luigi Lunarin, me cilin ne jemi lidhur, kemi marrë dhe të drejtën për ta vënë këtë vepër në skenë. Ai shprehu dëshirën për të ardhur, mbase jemi në një moment më të përshtatshëm për ta sjell për të parë shfaqjen e tij. Pra, padyshim duhet në radhë parë merita kryesore është e gjetjes brillante dhe pasurisë së madhe të mjeteve shprehje komike të autorit. Ai na ka serviruar një vepër që ne, me thënë drejtën, nuk është se e kemi pasur shumë të vështirë pastaj për të zbuluar të papriturat komike, detajet komike, karakteret dhe gjithçka tjetër. Publiku e do shumë komedinë. Edhe në një farë mënyre kur ti lajmëron që do të jetë një komedi në skenë, është një kartvizit shumë e mirë. Po nga ana tjetër aty fillon edhe vështirësia, po s'është kështu. Ta bësh të qeshi, ai do të vi për të parë një komedi, por ta bësh të qeshi me elegancë, pa banalitet, kjo është tjetër histori. Është pak e vështirë, sepse nuk duhet zhgënjyer. Është ajo pjesa që nisen komedi dhe mendojnë të gjithë që tani do kënaqemi, do shohim komedi, do kënaqemi. Janë të gjithë kështu sy e vesh. Pritshmëria është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Dhe kur ti, aktori, shikon që nuk reagon, thua po, e kam zhgënjyer këtë publik, po, e kupton, mos jemi keq. Por neve nuk e kemi zhgënjyer, të garantoj për këtë, sepse 2 shfaqje kemi pasur të shkëlqyera. Ata kanë ikur të entuziazmuar. Vetëm që kanë qenë shkëlqyera, por ne kemi marrë qeshje më shumë se që prisë. Edhe në vende që ne mendonim që s'ka mundësi do të qesh publiku,
sepse në gjatë punës, imagino procesi është i gjatë, më një muaj gjysmë për ditë prova, 2 herë në ditë prova. Da njerë përfundoni që ju nuk qeshni më me pjesët. Të dhe diskutoja që dhe vetë aktori e shion realisht dhe jeton të gjithë atë kur digjon publikun dhe të gjithë energjin, dhe më thënë emocionit, e busqeshjes, e duar të rrinë momente që ti nuk e ke perceptuar në që mund të njaj, sepse ti e shikon nga syri brëndshëm, nuk e në gjendje ta shikosh në të tërën, sa do të mundohesh, është tjetër vëzhgima e këtu dhe i të ndihmon akoma më shumë, komplet. Mendoj që është një komedi shumë e ëmbël dhe shumë brillante, nga mënyra se si ndodhin të gjitha në mënyrë shumë zinxhir. Pa kuptueshme. Janë 10 karaktere dhe është se cili në vendin e vet. Askush nuk eklipson tjetrin. Jo, askush nuk deli jashtë kësaj kornize të autorit. Se cili është rehat dhe është komod në atë që bën. Kjo është e veçanta edhe merita e përzgjedhjes. Merita e autorit vetë që i ka vizatuar me shumë mjeshtëri karakteret edhe me një balans vërtet për të pasur zili, është merita e trupës, do në Fieri ka qenë një teatr, do në teatri Fierit ka qenë gjithmonë në punë. Dhe me thënë të drejtën, kjo është një domosdoshmëri për artistin. Edhe publiku në infërmyrë është mbajtur gjallë gjatë gjithë kësaj koha, është i pregatitur, i stërvitur. Sepse ne dim, jo, sidomos arti, po dhe çdo profesion tjetër, në qoftë se e lë, të lë. Kurse aktorët e Fierit janë eficiencë, janë me reflekse të zgjuara, njohin psikologjinë e publikut, nuansin karakteret, nuansin komedin, stilin, llojin e komedisë. Pra është një trup vërtet që një regjisor mund t'i besoj, padyshim duke matur brenda mundësive edhe mentalitetit edhe mundësive që ka edhe teatri shqiptar, domethënë se po të marrësh vepra të mëdhaja, vepra Shakespeare e tjera duhet të matesh mirë, nuk diskutohet, por megjithatë teatri Fierit ka provuar që mban edhe vepra serioze, vepra shumë të mira. Eglantina, si e gjem veten në komedi, në teatr? Unë për hir të vërtetës edhe në shkollë që kam luajtur, në teatr, kam luajtur shumë komedi. Shumë komedi, dhe me thënë është një zhanër... Po, ndihem shumë mirë. Do mos të karakteret më pëlqenjë shumë mundësisht, të komedia. Publiku ndërkohë i teatrit të Fierit? Është publik shumë ardashës. Mund të flasë është i kultivuar, nuk besoj që kam betur në një moment bosh pa teatri në punë edhe të largohet. Unë jam punojse e brëndshme e teatrit Fierit prej 8 vitesh. Dhe që në momentin që jam futur aty dhe deri sot që neve flasim, Fieri është nga ato teatro që ka vënë nga 4 dhe 5 premiera në vit, që do thot që është goxha risi. Sepse të vësh 4 premiera në vit... është realisht për te mundësive, gjithë e dim paka shumë... Në këtë krizë që kalove, të kupton, Fieri nuk e ka kaluar këtë krizë, ka qenë mirë, ka qenë normal, ka punuar normalisht, brënda normave, pa diskutim. Dhe duhet të them që publiku na ka ndjekur. Nuk kemi pasur mungesa të theksuara. Mungesa ka, se kudo ka mungesa. Ka edhe në metropol kemi mungesa, në Tiranë kemi mungesa. Mungesa dhe metropolit janë të diskutueshme shumë. Dhe qytetet kanë mungesa për publik. Por teatri jonë është munduar të mbaj këtë publik. Me të gjitha format. Kemi bërë dhe shfaqe shumë të mira, kemi bërë dhe shfaqe të mira, ka dhe shfaqe që dhe nuk janë përqyer, ka zhanre të ndryshme. Por është punuar, skena nuk është lëmbosh, asë moment. Asë njerë nuk është lëmbosh. 4 premiera është goxha, është shumë. Edhe kjo është një punë e mirë, absolutisht është një punë e mirë. është një punë shumë e mirë, reagimi publikut ka qenë vërtet shumë inkurajus, shfaqja me thënë drejtë është në proces, do më janë dhënë vetëm 2 premiera dhe të vazhdoj edhe këtë javë, edhe javën tjetër, pasaj do të ketë jetën e saj, mund të ketë një program në një plan për ta zhvendosur, në qytetet afër, nuk e di, në Vlorë, në Lushnjë, padyshim, pasaj kemi një ambicje që një 3 ditë, një fundjavë të premtes shumë të diel, padyshim ta sjellim pjesën edhe në Tiranë, mund të jetë ose në teatrin kombëtar, besoj se do të na krijohet
mundësia, ose në një teatr tjetër, qoftë në Universitetin e Arteve. Tash jo publiku, jo vetëm publiku i Fierit, edhe publiku i Tiranës apo i qyteteve tjera të këtë mundësi. Në fakt, kjo duhet të kthehet në një lloj detyrimi për të gjithë teatrot. Tashotisim. Në Shqipëria nuk ka atë komoditet që të marrë një vepër dhe ta mbysi brenda rrethit ose qytetit ku vihet ajo vepër. Është një domosdoshmëri që televizin trupat, akoma nuk janë gjetur mekanizmat menaxherial, organizativ për ta bërë këtë gjë. Megjithatë ka një përvojë shumë të mirë. Do doja ta përmendja këtu të zotit Kiço Londo, të regjisorit Kiço Londo, i cili ka krijuar një trup që ai quhen trup tip të teatrit shëtitës, që prodhon një diçka dhe nuk e prodhon në një teatr stabël. Nuk është një projekt i një teatri. E shëtit atë. Unë sot kam pasur një bisedë me zotin Kiço dhe ai më inkurajoi për që këtë çfarë domethënë ta lëviz, sepse i ka të gjitha mundësitë. Po në fillim, kur e ke projektuar, kur e ke menduar këtë shfaqje, këtë komedi, e ke menduar, e ke projektuar për teatrin e Fierit? Si ndodh? Po, komedi... Gjendet njerë skena, e më pas... Në fillim, unë e kam lexuar komedin, kur kam rënë në kontakt, ajo është futur si thuash si pjesë e atyre ëndrave në sirtar, që quajmë ne. Unë kam disa vite që e kam lexuar komedin dhe gjithmonë prisja një rast të volitshëm për ta vënë në skenë. I mendova mirë padyshim, sepse është e vështirë kur bëhet fjalë për pjesë me 10 personazhe, që të mund t'i gjesh të 10 personazhet në një trup të teatrit kombëtar, po ti je, domethënë do të duhet të mendohesh mirë përpara se sa të vendosësh trupën. E mendova mirë këtë gjë dhe me dy aktorë që i mora nga Tirana, që është Eglantina, që e realizon në vërtet në mënyrë shumë të lavdërueshme rolin e asaj femre ispilluqe, por në kohë edhe elegante, edhe që ruhet nga meshkujt, e kupton, po edhe që i vërtit në një lloj mënyre, pra që i çon ke burimi, po nuk i jep ujë, si themi ne atë thënien shqiptare. Dhe në njëjtën kohë kam marrë edhe Rolandin, i cili është vërtet një aktor shumë premtues, shumë i mirë, ai ka realizuar disa role shumë të suksesshme dhe ky është një rol tjetër i suksesshëm i tij. Pra, e kam bazuar këtë trupa e Fierit, domethënë 8 aktorë janë nga trupa e Fierit, e 2 aktorë i ftova dhe i mora nga Tirana. Padyshim që ishte një guxim kjo që bëra, po guximin për mua doli me sukses dhe gjithçka u realizua brenda parametrave të pranueshëm. Tani mbetet përveç asaj që ndodhi me shkëputjen pa kohë të veprës, që ajo të vazhdoi jetën e vet dhe të vazhdoi të korrë suksesin e saj në Fier edhe pastaj kur do të lëvizi. Si e pritë rolin në fillim? Nuk duhet ta thoja këtë. Nuk e di, mbas se pas kam bërë pyetjen e dur. Jo, është shaka. Aktori duhet realizojë të gjitha, e kupton? Nuk është se është një problem i madh për të pasur këtë lloj kompleksitetet që jo nuk e dua, jo nuk e se bëj dot, jo po kështu, jo po ashtu. Po kishte ndonjë kleçk roli yt? Ka një kleçk. Ku është kleçka? Janë 2 rolet që kanë 2 kleçka. Por ato 2 kleçkat bëjnë gjithatë gjurulldinë e madhe në fund. Dhe dalin personazhe të mira, dalin pozitive. Pa çka se atë emrin e kanë kështu pak të sikletshëm për ta thënë. Po kur i shef janë të këndshme. Thua, po pse normal janë këto, janë njerëz, nuk ka asnjë problem. Kanë vendin e tyre në shoqëri, në të gjitha ato janë qenie njerëzore. Pak a shumë tema e kësaj pjese është pushteti i seksit. Pushteti i seksit. Që sjell gjithë botën vërdall. Seksi dhe pushteti i seksit. Sidomos pushteti i seksit femëror. Dhe shkrimtari, Bebilese, na e vuni në dukje dhe në ato korrespondencë kemi pasur, ka një prirje për një lloj feminizmi në vepër, pra për t'i dhënë pushtetin, një pushtet më të madh se që mendojmë ne se ka femrës, gruas. Do më imagjinoj një palë të brëndshme, e kupton, përshtjellojnë dhjetra burra personalitete, se ata për shembull ai që është presidenti i bankës është edhe deputet, drejtori i bankës, pra njerëz shumë të rëndësishëm, të cilët i përshtjellon një incident i vogël, kështu i pafajshëm dhe i parëndësishëm.
dhe rolin e punojnëseve të seksit, se kështu na pëlqen t'i quanim rolin e rolit edhe të brikenës, ai e shikon brenda këtij pushtetit që ka femra. Ka një episod aty që bën pazarin ajo, një nga ato, jo Dori, pa ajo kolegja e saj që luan brikena Sinare, do më ka bërë dhe ajo një rol shumë të mirë, dhe i thot ai, po, pse ka shumë, thotë, do më, ka shumë lek Dori, i thot ajo, po kush pazari, thot, bashkë me të vëshën, thot ajo. Po mua thot, duhet që 10 ditë me i marrë të lekë, thot, po kjo thot është ekonomia tregu, thot, kërkesa dhe oferta, thot. Si shduket për në punë, si puna juaj, thot, nuk ka shumë kërkesa, thot. Për ne ka shumë. Ka kërkesë madhe. E i thonë, do më thënë, brenda komedisë, brenda ironisë, brillante që ka ky si autor, do më thënë, zgjedh të temën e një lloj temës të feminizmit, do të pushtetit që ka femra mbi burrin. Edhe skena e fundit, finale, që është një finale vërtet brillante, do mbyllet në këtë mënyrë, atë gjitha ata femra pësojnë nga një incident fizik, njëri të pëson treje muskulare, tjetri hidhet në erë, myzu am duke se doli në një nga ato fotot aty në fundje. Ky djalosh i riftohet sepse është në mes të qëndruar në dritare. Edhe ai e mbyll skenën me këto femra që kujdesen për këta meshkujt, i bë ata si fëmijë, e kupton? Dhe futet është vërtet një mbyllje shumë pra përfundojnë tek për kujdesi i femrave, të cilat në një farë mënyrë pushtojnë botën e meshkujve. Jemi të mirë, apo jo? Absolutisht po. A kemi ne këtë pushtet që thuhet këtu në komedi? Direkt e kemi. E ndjen? E ndjej. Eglantina, e kemi realisht të pushtet? Po, përdesa është bërë gjitha jo vepër, kjo është me fakta. Po, e kemi sepse ekzistojnë dhe ato. Absolutisht, absolutisht. Sepse janë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës pushtetin nëse nuk do të kishin shumë për të, domethënë, mund të hapësh debate të mëdha. Po, është e vërtet, shiko, tani problemi këtu nuk është e kanë pushtetin apo jo. Tu mund të shtrohet problemi cilat pushtete janë më të rëndësishme. Më kupton? Se ne na duket se për shembull pushteti politik është më i rëndësishëm, pushteti paras. Po janë ca pushtete të tjera, të padukshme, që kanë të bëjnë me shpirtin, që kanë të bëjnë me atë mëmësinë, me nënën, që kanë të bëjnë me disa fenomene të tjera, të cilat në një mënyrë pra janë pushtetet të tjera të cilat femra i ka më të mëdha se sa mashkulli. Edhe që besoj sjellin në rrotull gjithë pushtetet e tjera. Pushtetin e paras, pushtetin e... Në një mënyrë janë, si thua, qëndrojnë mbi pushtetet e tjera, ose mbi edhe nën pushtetet e tjera, se varet se si i shikon. Mund të jenë edhe aty, po edhe pushtetet e tjera, siç duhet aty e kanë burimin dhe fillesën. E kanë te seksualiteti, tek feminiteti, tek fenomenet të tjera shpirtërore, qoftë shpirtërore, qoftë fizike, cilat duam s'duam ne i kemi, dhe cilat në një mënyrë apo në një tjetër përbëjnë forcën edhe dobësinë tonë. Ky tani autori ka kapur dobësinë e burrave në raport me seksualitetin. Shiko, këto janë tema absolutisht të diskutueshme në gjithë botën, tema të cilat diskutojnë me lehtësinë më të madhe. Ne thamë që në fillim që kjo është një vepër pak e guximshme. A është kjo një diskutim normal, i vendosur në skenë, në formën e komedisë edhe për publikun e fjerit, domethënë si e ka pritur? Keni parë që mund të ketë pasur stepje në ndonjë moment për tematikën që po diskutohet aty, apo jo? Gjithçka të vërtetat më të mëdha thuhen më mirë duke qeshur. Pikërisht. Ne e deklaruam dhe pak më parë që kjo është një komedi pa banalitete. Është një komedi më se normale, me disa karaktere se cili në vendin e vetë, me disa situata qesharake, që futen këto personazhe në të tilla situata, dhe këto rrethana dhe këto situata bëjnë nxjerrin atë humorin, nxjerrin komedinë. Pa banalitete, pa lloj pa e shprehur këtë lloj në incident. Qeshin më shumë femrat apo meshkujt aty në sallë? Të gjithë nuk e dallon dot. Nuk ka paragjykime. Unë me thënë drejtën vetë brenda vetes, në fillim përpara se ta zgjidhja veprën e kisha këtë një frikë të vogël, por publiku, domethënë, siç duket ndonjëherë publiku është më i avancuar se sa ne dhe i ka përcjell frikrat tona. Padyshim edhe serviria e veprës është shumë e kujdesshme, shumë e matur, shumë e masë. Pavarësisht sepse është përthyese në komisitetin e saj, nuk diskutohet që është përthyese. Nuk e prisnim që të kishte një shpërtim të tillë, domethënë të qeshurash, edhe një pritje dhe një entuziazëm të tillë.
Do më unë në njerë nuk më kam mbajtur ka shumë publiku në përshëndetje sa që më kam mbajtur në këtë vepër, që unë e quaj edhe pa dyshim me meritë të kësaj komedie, cilën ai e ka pritur me shumë finesë dhe me shumë kulturë. E ka kuptuar mesazhin, delikatesën, profesionalizmin, gjithçka me të cilën vjen kjo vepër. Ju prisni që të ketë edhe publik nga qytetet të tjera të vinë ta shohin çfarë ka ndodhur në pjesët e para dhe është një variant i mundshëm? Jo vetëm publiku i Fierit, po edhe publik nga qytetet e tjera? Base kjo është e vështirë, po në qoftë se zgjen publiku ke ne, do vemi ne ke publiku. Po, kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt. Shkojmë pak tek studio e lajmeve, kam kolegun time në Muja, ai do të ketë edicionin e fundit pas pak në nuk është akoma gati, megjithatë sa po Eno të bëhet gati, unë dua të përfitoj pak nga koha edhe të bëj një 2-3 pyetje të tjera. Gjatë gjithë kohës qëndroni në Fier për veprën, apo... Vajti ardi, po më shumë në Fier. Përveç periudhës provave. Më shumë në Fier. Në këtë periudhë, unë u zotova me veten time edhe me kolegët që ta bëjmë në kohë rekord, dhe relativisht bërë një kohë rekord, për një muaj e 10 ditë. Po ti marrë gjithë, për një muaj e 10 ditë është bërë shfaqja, dhe ne për shkak të kësaj na u desh që në periudha goxhat konsiderueshme të gjata të rinim në Fier, dhe me këtë rast falenderojmë fierakët që na kanë mirëpritur, ata njerëzit që na kanë reatuar në hotele, njerëzit që na kanë gatuar me gjitha ato kapriçot tona, domethënë të ngrënë. Vërtet të Fieri është një qytet. Dorina, kanë qenë të vështirë këta nga Tirana? Jo, me janë shumë të mirë. Pastaj, profesor Meti nuk është nga Tirana, është Fierak. Unë jam edhe Fierak, kam lidhur në Pra, Fier. kjo që ka dhe një arsye e lidhjes me teatrin e Fierit. 20 vjet e para të kam kaluar në Fier. Po, më shumë vite kam kaluar në Tiranë. E kuptoj. Dhe nuk është vepra e parë që vë në Fier. Megjithatë, Fieri për mua mbetet gjithmonë një vend ku unë gjithmonë eci dhe e kthej kokën brava, era herës shkoj atje. Jo me të gjitha gjërat që ndodhin në atje jam i kënaqur, megjithatë, kur vjen puna aty tek bota e teatrit, aty jam i kënaqur. Edhe me këtë rast, sepse meriton të përmendet, dua të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e Bashkisë Fieri, sepse ju në fillim na bët një pyetje pse Fieri dallon nga qytetet e tjera. Po, është ndër qytetet me jetë teatrore të sfikatur. Si ka arritur ta mbajë gjatë jetë teatrore, unë them që merita kryesore është e kryetarit të Bashkisë, i cili ka qenë mjaft i suksesshëm ndërmjet shumë aspekteve të tjera, fushave të tjera në qytetin e Fierit, edhe në këtë aspekt të teatrit, të kulturës. Mund të jap dhe një informacion tjetër, që nesër trupa e Fierit fillon një premier të re, me një regjisor të ri, normalisht, me një komedi përsëri. Kjo është goxha... Pra ka mbaruar mirë premiera e parë, fillon premiera e premiera tjetër. Po pra kjo përsëri tregon duhet të ndihen goxha të privilegjuar. Në këto kohra të vështira për artin, ata kanë mundësi që brenda qytetit të tyre të ketë një jetë të tillë të gjallë artistike. Shkojmë tek studio e lajmeve. Eno, shkurtimisht, çfarë do të ketë në edicionin e fundit informativ përpara se ta mbyllim? Pak do kemi mundësi të ndiqni zyrtari amerikan i dashur Jonathan Moore përsëriti apelin për dialog mes partive politike në Shqipëri. Moore u sugjeroi liderëve shqiptar të merrnin shembull nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pas Berlinit, Rama fluturoi në Bruksel ku u takua me komisionerin e zgjerimit Stefan Fyle. Zyrtari i KS kërkoi nga qeveria reforma të qëndrueshme në bashkëpunim me opozitën dhe rezultate të prekshme para qershorit. Edita Tahiri, zëvendës kryeministri e Kosovës, edhe pse është angazhuar direkt në bisedimet me Serbin, nuk do të shkel në Beograd nëse qeveria serbe nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Ndërsa në ditën botërore të autizmit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha i bëri thirrje qeverisë për më shumë fonde për arsimimin e fëmijëve autik. Këto dhe të tjera vetëm pas pak. Jonida të Feneroj, linja për ju. Faleminderit Eno, faleminderit për informacionet. Të gjithë ata që do duan të shohin diçka shumë interesante, të qeshin dhe ta kenë këtë në formë terapie, mund të shkojnë edhe në Fier, përveç atyre që janë brenda qytetit të Fierit, për të parë incidentin. Mund të shkoni në Vlorë në fundjavë, njëkohësisht të ndaloni në mbrëmje në Fier. Do ishte një variant shumë i mirë për të kaluar fundjavën, sepse ne munduam të shpjegonim pak shumë më shumë për ata që do të kenë mundësi ta shohin në teatrin e Fierit. Këtë shfaqje incidenti është një vepër e guximshme, shumë interesante. Mund të them më shumë, dhe Xhelili?
Më shumë se kaq i ke thënë të gjitha. Edhe mbi gjitha trupa është një trup e zgjedhur, shumë profesioniste, nën regjinë e mjeshtrit me Xhelili. Teksti po ashtu është shumë i veçantë. Faleminderit që ishit edhe shumë suksese për vjushmërinë e shfaqjes. Faleminderit. Natën e mirë sot, nesër do të ritakohemi në mbrëmje, si zakonisht në natën vonë, me personazhin e javës. Është e njëjtë, mos harroni. Ora News, jo vetëm një opsion më shumë për të